pas për me mbrojt popullin e vet, edhe tokën e vet. Dhe me i kalu këto këto procese, ndërsa Serbia me gjithë ato shtri, me gjithë ato masakra, krime që i ka kryer Kosovë, po Serbia ka humbur Kosovën bre. Çka ka humbur Kosovën? Ka humbur Kosovën, ka krime gjë, masakra që dëshmi ato nuk duket. Masakra nuk duket edhe dëshmi. Ka bu krime Kenar, a mund ta dish qëndrimin tënd? Që kjo prokuroria ka fol, nuk ka fol gjykata. Mirë, prokuroria Kush nuk tha? Faleminderit shumë. Gjykata vendosa o 45 vjet o 1 vjet o pa fal. Faleminderit shumë. Tash mundesh më na tregu që më herët edhe ke hëngur një picë. Edhe ajo pica o konë nësë gjohë. Edhe këta me nga prezentu si ekskluzivitet. Për që ka fol prokuroria gjithë po e dim. Ku është argumenti? Argumenti është se o e ka denu 45 vjet. Jo bre, kush tha më që e ka denu? Po ju pe trombetani, sus po them që është dosh me fol për sklepë, s'kisha fol më për ju. Një fjalë thjesht. Nëse ata janë prokuror, edhe i shë pretendimet e tyre, po prova, po fakte, edhe në fund vinë të kërkesa për dënim kapital në 45 vjet për secilin. Domethënë që kjo është absurditeti. Na këto po e gjykojmë, këto po analizojmë, s'po merrem me gjykatën. Domethënë nëse prokurori 5 vjet ka pru dëshmitar para gjykatores dhe nuk ka mri me pru një fakt, një provë që këta njerëz kanë kryer krime, sepse s'kan kryer krime dhe në fund po prova, po fakte, me kërku 45 vjet, që kjo është absurditeti, që to na, që kjo është çudia që më na vjen neve. Kështu që mos u çudit ti për neve, çka po flasim sepse kjo është për një mend është precedent është. Nuk sheh gjykati që nuk mrin me pru dëshmi edhe prova. Precedent të gjykata speciale, se gjykat speciale s'ka pas kur kombot. Jo, ka pas gjykata. Jo, gjykat ndërkombëtare. Jo e tillë si kjo. Që ka thënë me lukshillin sigurimit. Çato parime funksionojnë. Çato parime funksionojnë.